Fitore, po e vlogën se vut gërdiç. Bethlehemi ka nisë në vitin 2018, pra ky është viti i 7 që ne e bëjmë, sepse kena pas një shputje në kohën e pandemisë. I ka taku që një vit mos bëhet gjaja, ky është viti i 7 që ne e bëjmë këtë organizim festiv. Si lindi ideja për ta realizuar këtë Betlehem? Shiko, kjo nuk është një ide, po të them, gjenuine e jona shqiptare, është një traditë që ka 800 vjet që zbatohet ose domethënë vehet njët në Itali. Shën Francesku, një shejt i madh katolik, në vitin 1823 në Greqo, një qytet i vogël afër Milanos, ka bërë për herë parë ka inskenu Bethlehemin e gjallë, normalisht pak më modeste kështu, por mandej Italia zakonisht e bën çdo fshat e zhvillon gjithë secili mënyrën e tij dhe ne kena marrë idenë prej andaj, pastaj çdo gjë tjetër këtu është made in Albania. Sa persona afërsisht janë të përfshirë në këtë aktivitet? Atëherë, kjo është një punë kolosale, të them drejtën, duhet i daj dy grupe. Janë persona të cilët na ndihmojnë me ndërtimin, pra me realizu atë planin, idenë që kena, që mund të jenë diku te një grup rreth 20-30 veta, përfshi burra, gra, vajza, djem, nuk ka rëndësi që është periudha e ndërtimit, ndërsa si figuranta marrin pjesë 250 persona, po e qarkojmë kështu afërsisht. Cilat janë vështirësitë kryesore në organizimin e një aktiviteti të tillë? Vështirësitë janë, shifem, ky e para gjë është që është më e rëndësishme është organizimi kolektiv, pra me bashkë njerëzit me një frymë, me një energji, me një qëllim. Gjatë që ne e kena gjetë mirë kuptimin e njerëzve dhe dëshirën e tyre për me kanë pjesë e kësaj. Mandej normalisht janë sfidat e ndërtimit për shkak se duhet me gjetë materialet e duhuna, duhet me kriju prej mendes tënde, duhet me pa se si mund t'i vesh për me arrit sa më mirë skenografinë. Por ka sfida të ndryshme, por mas fiducia e madhe që njëkohësisht ne na është kthyer në sukses është prania e njerëzve, pra njerëzit dëshira e tyre për me e bërë si gjë, me çfarë. Çfarë bën Betlehemin e Hajmelit të veçantë krahasuar me të tjerët? Atëherë, Betlehemi e Hajmelit është ekskluzivitet Shqipëri dhe në Ballkan Mesadivën, nuk ka. Për te detit në Itali është tjetër diskutim ajo sapo e thamë, por mendoj e bën të veçantë energjia e njerëzve këtu kanë se ky është quhet pikërisht Betlehemi i gjallë dhe ne këtu kena figurantë ose aktorë që variojnë nga Krishti i vogël që lun nga fëmijë e vogël që luan rolin e Krishtit, që është nga 3 muaj deri në 80 vjeçë kusur që vinë këtu. Pra janë njerëz të cilët bashkohen me një dëshirë të jashtëzakonshme, me një energji të jashtëzakonshme dhe një super bashkëpunim mes teton pjesëtarëve që dedikohen për me realizuar këtë ngjarje. A keni mbështetje institucionale apo gjithçka realizohet me kontribute vullnetare? Dhe si fillim ka nisë me kontribut vullnetar nga njerëz brenda dhe jashtë vendit, në fillimet tona kur kena nisë, ndërsa tashmë ne përdorim një praktikë që vëm disa arka aty në dalje, çdo gjë në Betlehem as falas, duhet ta nënvizoj këtë sepse është shumë e rëndësishme, sepse ka njerëz që abuzojnë me këtë gjë. Është falas në Betlehem, por ne kemi disa arka aty nëse njerëzit hedhin diçka, ne normalisht i përdorim, mandej për nevojë që ka Betlehemi i vitit pasues, por nuk kemi asnjë lloj ndihme nga institucionet, vetëm dashamirës, njerëz pra me iniciativë personale, institucionet nuk merren. Përveç se është mbështetja institucionale e famullisë dhe kishës katolike. Sa vizitor pritën parafërsisht çdo vit? Unë nuk e di asnjëherë sa vizitor vinë, por di që kena shku gjithmonë me një progresion rritës të vizitorëve. Për shembull, vitin e kaluar në 3 datat kishim diku rreth afro 30.000 vizitorë. Do të them që në 2018 kena nisë me 2.000-2.500. Shi bën llogarit vetë se si mund vi. Cili është qëllimi kryesor që doni të përcjellni përmes këtij aktiviteti? Është se si festohet ditëlindja e Krishtit.
Hajde ne të vlupin e kaj goci atë na maru. Për mua është një gjë shumë e madhe dhe vjen shumë bota që na ta bëjmë këtë Betlehemin e gjallë. Dhe jena shumë gëzuar që po ju shohim domethënë shumë mysafir edhe na domethënë jena të gëzuar për ju e për çdo gjë. A ishte vullnetare dëshira juaj për të marrë pjesë këtu? Po. Domethënë I kam ndihmu sa kam pas mundësi domethënë sepse kjo është duhet pak për mu realizu, po ja dolën qëllimin. Si është të interpretoni në ambient hapur përballë një publiku të madh? Është mundësi jona që përformojmë duke përformuar të kaluarën si ka qenë përpara. A ishte vullnetare dëshira juaj për të marrë pjesë? Patjetër. A do të vazhdojnë të merrni pjesë në vitet e ardhshme? Patjetër do vazhdojmë me marrën pjesë gjithsesi. Çfarë do të thotë për ju personalisht të jeni pjesë e Betlehemit në Hemel? Do të thotë shumë të jesh pjesë e Betlehemit gjallë, sepse është një mrekulli që nuk arrit kërkush me bë deri më tash. A ishte vullnetare dëshira juaj për të marrë pjesë? Po, është viti 6 që marr pjesë dhe më pëlqen shumë. Si reagojnë vizitorët dhe ndjeni emocion nga publiku? Emocion ndihet dhe vizitorët reagojnë të habitur. Je në qiell, u shen troftë e emri, ardh mbretëria jote, u bëf vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme, na I jetë sot, na I fajet tonë, si falim ne fajtore tanë, e mos në lërë të vijem në të ndinë, por na liron nga I keqi. Amen. Gëzuar Krishtlindjen, faleminderit shumë për vizitën.